Pat Ramën. Rama I bintet Gent Ibrahimit. Për gjykatën kushtetuese kur doli vendimi I gjykatës kushtetuese 4-4, u turrën me kuçe me maç, në fillim nuk pranojën që vota që ndryshoi dhe bëri barazin 4-4 ishte vota e Gent Ibrahimit, një njeri me background familjar komunist e socialist, një njeri me sponsorizim të majt nga Sorosi dhe një lodër e Edi Ramës. Të gjitha portalet, gjitha mediat, gjithë njerëzit që përshkruajnë nëpër Facebook e nxorën që gjoja Gent nuk është Gent Ibrahimi njëra nga 4 votat që votoi kundër Ramës. Tani që ta kuptoni se kur thu të vërtetën në fakt një mozoti e nuk ka nevojë me u shqetësu shumë se ç'a thonë njerëzit. Tani doli Rama sot te vendimi I gjykatës kushtetuese, se I kam printuar me letra, 4-shja që gjoja votoi kundër Edi Ramës, mes tyre dhe Gent Ibrahimi, I sugjeruan Ramës që të lutem shumë, ja ku e keni, të lutem shumë na ndërhyj në kodin penal. Dhe rrjedhimisht ndoshta edhe në kushtetut për këto dispozita. Dhe ky Gent Ibrahimi që votoi kundër Ramës, që se pranojnin mediat që votoi kundër Ramës, ka dalë sot edhe I është përgjigj Rama edhe thot, megjithse thot, nisur edhe nga leximi te deklarata që ka bërë Rama sot në X, e ka thënë grup parlamentar dhe e ka publikuar në X para se të niset në Bruksel ku I kërkojnë kokën e Belinda Ballukut. Edhe thot, nisur edhe nga leximi I deklaratës publike gjykatës kushtetuese ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqën unanimitet lidhur me problemin, po ndahet tek rrugëzgjidhja, grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Pra, ja ku e keni. Del Gent Ibrahimi, voton kundër Ramës duke votu pro Edi Ramës, edhe I thot I dashur futu ke kodi penal, futu në legjislacion, ndërhyj edhe bëj ndryshime. Pra siç e kam thënë gjithë këto ditë, më është dash ti përgjigjem edhe lloj idioti nëpër komente, nuk janë debejtjes. Pra se ç'a lidhje kisha unë me këtë se di, po ajo ka majt një qëndrim konstant, sepse ka respektu ligjin, ka respektu kushtetutën, dhe Gent Ibrahimi, shoku Genti, ndryshoi qëndrimin për të shkuar në favor të Ramës, për të bërë Rama këtë që po bën sot. Ç'a kemi sot tani? Sot kemi që Belinda Balluku është e pezullume, e hoqi qafet Edi Rama si zëvendës kryeministre, po thot nuk ja heq mandatin unë asaj, thot. Se kam dy çështje, thot. Njëra është pezullimi dhe tjetra është arresti. Nuk kam pse arrestoj përderisa më thatë pezulloje, unë e pezullova se kështu tha dhe gjykata kushtetuese. Për ta kuptuar edhe një herë, kjo është lojë e spakut, kjo është një kombinim perfekt në kurthin e së cilës fatkeqësisht ka rënë edhe opozita, kombinim perfekt I Edi Ramës edhe Altin Dumanit. Edhe prokurori tjetër kush është ai Xholi. Të cilët në fillim qëllimisht nuk I janë drejtuar parlamentit për të marrë leje për arrestimin e Ballukut, por e çuan për pezullim. Me qëllim që Rama ta çonte pezullimin gjykatë kushtetuese dhe të bënte këtë që ka bërë sot. Hoqi qafe Belinda Ballukun, I hapi rrugën vetes për të hyrë në legjislacion, I ka votat, 85 I ka sot ai. 10-15 vota do I blejnë, sa ai është gati të blejnë Trumpin, jo mos blejnë sa Paçarruk, deputet parlamentit të Shqipërisë, dhe do ta bëjnë si ti doj qefi atij. Në këtë kurth, fatkeqësisht thash edhe një herë, ra dhe opozita, po pengon drejtësinë, do thonë ku të rru. Duhet I qëndrosh parimeve gjithmonë. Pra nëse parimi ishte se nuk mund ndërhyn asnjë prokuror as I gjykatës të kërkojnë pezullimin e antarit qeverie, duhet marrë këtë linjë edhe ti thoje që pse s'kërkon arrestimi, po kërkon pezullimin. Pra mos bish në kurthin e atyre. Sot ka dalë sheshit e vërteta dhe pse s'du të ndyj gojën më me lloj paçavurje që flet nëpër
Facebook-e, në për portale anonime. Shihni çik portalet që janë të majta, janë periferike, po dihet që janë sponsorizime ose të Belindës ose këto të gjithë, kanë filluar dhe sulmojnë Gent Ibrahimin. Në fillim të gjithë thoshin lajmi, e keni gabim, nuk është Gent Ibrahimi që ka votu kundër Ramës, nuk është Gent Ibrahimi kundër Ramës, gjitha, Gent Ibrahimi nuk është kundër Ramës, pra prandaj votoi kundër për të favorizuar Ramën. Këtë nuk e kuptuan njerëzit, ose disa e kuptuan edhe deshën mos ta kuptojnë, dhe jemi në një situatë sot, e thash edhe mbrëmte isha te Aurora Sulçe te A2-shi, 2 pikë i mori Rama, 1 pikë e mori opozita, 0 pikë mori Belinda Balluku.